tragjetit, sepse duam të shkojmë në ishullin më të vogël të 3 ishujve. Qa kishte? Stairway to heaven. Ja, prindrit, jashtë partë. Këto janë tradicionalet Maltës, që vetëm sot si qëndrojnë këto muret, kështu, sepse duken sikur janë ajër gurat. Erdhe me hoqe me rakun, por kemi parë vende sigurisht pak më relaksuese dhe nga ato që na pëlqejnë më shumë. Pyetja është a do ngjitemi dot me karrocë atje sipër se qega si kështjell. 7 euro bënte çadra tek ndalesa e fundit për këto udhtim Malta në Sliema. Ja, prindrit, jashtë partë. Duhet qyteti i heshtru për ndjesive që krijohen. Ne sapo mbaruam mëngjesin këtu te kjo B&B-ja dhe po bëmi gati t'i kem në plazh. Këto vathet i kam bler tek HM-ja, janë shumë të lehtë dhe duken shumë bukur. Nëse i gjeni bleni, nuk kushtojnë shumë, diku tek 10 euro. Dhe kam marrë gjithashtu dhe këtë kostumin. Nuk e di, a duket shumë. Po mbledh dhe raqet që ka lënë Hekri dhe Bato, se gjithmonë unë i organizoj valixhet, ka organizoj çantat dhe çdo gjë. Ndërkohë Hekri me Baton kanë shkuar pak te parku i lojrave që pa mbrëm nëse e mbani. Okej, tani sapo porositëm Boltin dhe do ikim sot në Rambla Bay, që është një nga plazhet më të bukura të gjithë Maltës, të 3 ishujve, thonë. Tani do ta vërtetojmë sot, ndërkohë kapelja. Se ti pëlqej, mua më pëlqen shumë, edhe kjo është nga All Season Hats by Esmeralda. Kjo është Panama, është cilësia premium dhe faktikisht duket, sepse rrin shumë bukur. Dhe me zor kam pritur ta vë, shkojmë. Ndërkohë, Batolino është duke shfrytzuar dhe duke luajtur këtu. Plazhi që ka shumë i organizuar. Sot ka pak erë, shpresojmë që ikën, sepse zakonisht këtu kemi vënë re që na 10 minuta çerekore kalojnë ca re dhe pastaj ikin. Shpresojmë të jetë edhe këtu sot. Dhe let's enjoy it, shohim si shkon. Ja ku që kanë dhe restorantet. Okej, ty të regoj pak plazhin. Atëherë, për sa i përket çadrave dhe erdhën ca dag, shikojnë, i morën me vete njerëzit që ishin duke bërë, duke se ka argjil këtu dhe ishin ullë në argjil. Tani, këtu çadrat funksiononin vetëm me cash, që ta dini, ishin ca afrikan që i kishin 7 euro bënte çadra dhe 7 euro një shezllon. Pra gjithsej ne paguam 2 shezllona dhe një çadër 21 euro dhe marrim vetëm cash. Tani këtu ka shumë plazh, domethënë është deri në fund dhe një pjesë e madhe janë me çadrat e tyre. Madje është edhe një çift shqiptarësh me fëmijën, nuk e di a jetojnë këtu apo kanë ardhur. Por këtu keni sigurisht rojën bregdetare, ka dhe një në fund, janë 2, sepse si që thash plazhi është shumë i madh. Sot ka pak erë, rëra është e kuqe tipike, deti është kristal shumë i bukur, ka ca gora dhe atë që t'regoj. Tani si në gjithë pjesën e Maltës edhe këtu bëni hiking dhe është një shpellë shumë e famshme nga e cila dilni dhe shihni gjithë këtë Rambla Bay këtu. Ne sigurisht nuk do ta bëjmë se dihet me Baton, por për ju që jeni pa fëmijë dhe keni qef hiking, aventurat, po ja t'rregoj që tani ta keni parasysh dhe
ta bëni, mos humbisni të bëni hiking sepse mendoj që është një nga aktivitetet më të bukura këtu, ecja për të parë viewpoints, për të parë sunsetin, mendoj që është gjë më e bukur. Tani do t'ju tregoj pjesën tjetër të plazhit. Tani, këtej nga ana tjetër nuk duket shumë për shkak të dritës së diellit, por do t'ju tregoj edhe shpellën që duket nga këtu, shpresoj të mund ta zoomoj pak. Dhe ja, ku ndodhet këtu. Dhe shikoni sa e kuqe është rëra. Ndërkohë kam harruar t'ju tregoj, edhe thonë që kam bërë, kisha 2 muaj pa i bërë dhe këtë herë ka dalë shumë bukura. Mi keni pëlqyer shumë dhe në Instagram dhe do t'ja tregoj një close up. Jo dini që unë s'është se i bëj shpesh, por që këtë herë më dolën shumë cute. Tani hekri me baton po shkojnë kërkim guackave. Edhe pse shumë pak guacka këtu në Malta, kryesisht gura ose rërë. Erdhëm këtu te kjo platforma e gurit që na duk si argjili nga larg, sepse ndryshe nga pjesa tjetër e bregut që ka shumë gura, këtu është komplet si platformë ku mund të lahesh pa problem, edhe e sollën baton se donte të lahej me dajnon. Kështu që nëse nuk doni të merrni shezlon, mund vini të rini këtu, ja, siç po rrini pjesa më e madhe e njerëzve. Ja miq, erdhi orari drekës për Batolinën. Bato ka një gjë që kur lodhet një, ndoshta e kanë gjithë beba toddler, se për mua eksperiencë e parë dhe sigurisht mund të them që e ka Bato, po në momentin që fillon ka uri ose ka lodhje, bën si bish edhe o zot hapu qiell dhe filloi duke ankuar se kishte uri se sot në mëngjes nuk hëngri shumë, nuk e di, nuk i pëlqeu apo bënte naze, nuk di. Dhe erdhi ora 11, filloi duke kërkuar bukë dhe sot faktikisht nuk kisha marrë asgjë me vete, se nuk po gjejmë dyqane, nuk po gjejmë markete, nuk po gjejmë asgjë këtu, është realisht in the middle of nowhere, pra në mes të asgjës, dhe shkuam te këto 2 restorantet dhe prosita një pasta, kjo është me domate, e thjesht, se thash më mirë po ja marr një gjë të thjesht, s'po bëj eksperimente dhe po han tani. Kjo kushtonte 8 euro, që ta keni parasysh, ishte starter. Se një gjë që kishin këtu në Malta ishte që kishin 2 porcione starter dhe standard, apo main, më fal. Starter dhe main, dhe zakonisht Bato si marr starter, po vetë starter është si me që një porcion i mirë i madh, kështu që nuk e di çfarë është kjo maini, por kështu puna. Tani sapo arritëm në Victoria, ose ndryshe Rabat, nëse shifni të 2 emrat është i njëjti vend. Rabat i thënë vendasit dhe jemi duke shkuar në Citadel, në katedralen. Këtu po flisim me Hekrin që po shohim qytetëri më në fund, dyqane, bare, rromuj, sepse kemi gjithë të ditë që jemi në zona të qeta, ku s'ka dyqane dhe kështu. Megjithatë, ju keni opsion dhe të qëndroni këtu nëse flini në Gozo. Ne preferuam, siç ju shpjegova, për gjithë arsyet, që të qëndronim në një zonë pak më tipike. Pyetja është, a do ngjitemi dot me karrocë atje sipër se çega si kështjell. Dhe gjithë kjo rrugica që ka shumë e bukur. Duket se që kam mbyllur. Po shkëm tek ashensori për të ngjitur atje sipër.
Deri tani nuk kemi patur fare problem me karrocën, duhet vetëm vendosni ku të shkoni me karrocë dhe ku jo, por pak a shumë ju kam treguar se ku kemi qenë pa karrocë, në cilat plazhe. Në plazhin e Ramlabe që ishim sot mund të shkoni pas një problem me karrocë, kishte shumë peba që nuk kishin sikur na bato që mund të ecnin dhe vinin deri në buzë ujit me karrocë. Mbretëresha Elizabeth pas ka vizituar këtë katedralen në 92-shin. Sa e bukur bato, shumë e bukur. Po i thoja Hekrit që qëndrojnë këto muret kështu, sepse duken sikur janë ajër gurat. Nuk e di me qa bazamenti dhe plus kanë si vrima shumë interesante. Për të futur brenda në Citadel mund të futeni, por me sa kuptojmë, gjërat e tjera, muzet janë të mbyllura sepse janë të hapura deri në 4:30. Mendoj që gabojnë sepse është shumë vap para ditët vish këtu sipër. Megjithatë, kjo është zgjedhja këtu. Këtu bëjnë oraret edhe dyqanet me sa kemi kuptuar 9 me 2 dhe 4 me 7. Tani, nuk e di si do jetë në Vitoria, por qarë pan në Garb me orare çdo gjë. Ha, qa kishte? Stairway to heaven. Ky këtu ka qenë spitali i parë, Ngozo, dhe tha Hekri pash edhe qelinë e parë këtu. Kështu që këtu është zhvilluar jeta më përpara, ka qenë kjo katedralja, pastaj gjithë këto shtëpi të vogla dhe aktivitete të vogla. Vazhdojnë njerëzit hipin dhe andej. Sekreti për të ecur në gjithë qytetin dhe ndërkohë për të pasur këpucët që kombinohen me outfitin. Fati është sidomos kur ke karrocë, ja do t'ju tregojnë. Mpat ju me ato shapkat? Ja, tani t'ju tregoj. Ja, miq. Qershia mbi karrocë. Ja, miq. Këto shapkat kanë dy qershi të krijuara me ruaza. Dhe kanë ca si ruaza, por kanë tak të vogël, shumë të rehatshme, por nga ana tjetër unë nuk mund gjitem aty, se edhe prishem, kështu që ja. Shapkat Ipanema, që janë dhe shumë të rehatshme. Pavarësisht se më ka hik manikyri, se nuk pata kohë të shkoja të rregulloja dhe këmbët dhe pata kohë vetëm për duar. Thot Hekri ta sot, thot tani po dëgjoj erë të mirë ushqimi, se deri tani s'kemi dëgjuar gjë. Si është puna e ndikimit të njeriut nga ushqimi dhe si e vlerëson pas të ushqimit një vend. Ne si përfundim vendosëm t'ulemi këtu të ky sheshi me këtë kishën. Dhe për herë të parë jam duke provuar diçka alkolike. Jo, kam provuar dhe birrën vëndase dje, gënjeva, kam provuar edhe pak birrën vëndase dhe më pëlqeu, ishte lehtë, ishte interesante, unë nuk pi shumë alkool, e dini, pothuajse fare. Jo pothuajse, po pjesën më të madhe të jetës nuk. Dhe kam marrë këtë rozen nga Gozo, që ka shumë e mirë, shumë e mirë. Kemi porositur dhe 2 gjëra si aperitiv me gjërat tipike të Gozo, sepse marrum me pasta, burgera dhe pizza. Duam.
faza 2 të eksplorimit. Kjo rruga këtu, afër qendrës që ka vetëm me kështu byrek maltez. Tani jemi në kërkim të një vendi me akullore. Jepi dhe pak batos, jepi. Ha. Mirë. Këto janë tradicionalet Maltës, që vetëm sot. Unë vetë që është studiota shumë e mirë. Okej. Më mora thëmë pat 8 euro, ishtin 80 cent të dyra. O, sa lirë. Një gjë lirë, edhe e mirë. Merë po t'i bërekun. Dhe këto po tentojnë fusin gjërat brenda. Dhe arritëm, sepse kjo pas ka qenë pak më e vogël, zakonisht kanë makinat e mëdha këtu. Doja t'ju thoja që mirëmëngjes një herë, bata ulu. Po drejtohemi tragetit, sepse duam të shkojmë në ishullin më të vogël të 3 ishujve, në një nga plazhet më të famshme. E arritëm dhe përballë gjetëm një tur që të bënte xhiron si të shpellave, ashtu dhe të qonë në Blue Lagoon. Gjithashtu, mos harroni, nëse vini të vizitoni Blue Lagoon, duhet të regjistroheni online në shfalas tek webi zyrtar për Blue Lagoon, sepse lën një numër të caktuar turistësh atje për shkak të gjitha çështjeve të mjedisit, ruajtjes së vendit, mbeturinave, kështu me radhë. Kishim bërë që para një jave dhe aty përpara janë disa zotrinj që rrinë, ju skanojnë kodin që ju vjen dhe pastaj ju vendosin këto bizylyqet. Kështu që mos harroni ta bëni. Ne këtë turin e paguam 500 euro personi, por ka dhe varka që të çojnë me 5 euro atje dhe të lënë atje. Faktikisht për ta bërë atë, nëse doni të shkoni mëngjes herët ku nuk gjeni turista, sepse nga ora 11 vijnë shumë turista faktikisht dhe unë shpresoja të arrinim pak më herët, por nuk u bë kjo gjë. Blue Lagoon. Këto na mbajtën edhe valixhet, aty do t'i lëmë dhe nuk do kemi nevojë që të bëjmë drop off atje ku do shkojmë në Blue Lagoon. Thjesht jam duke shpresuar mos gjem shumë dyndje, megjithatë qetësinë e kaluam këtu, që edhe pak dyndje nuk është problem. Tani, Gozo ishte një eksperiencë shumë e bukur, shumë qetësi, shumë paqe, për siç e thash një herë, për njerëzit që kanë dëshirë të zbulojnë pjesën, peizazhe shumë të bukura, natyrë, qetësi, bëjnë hiking, këtu është vendi ideal. Por ato që duan kallabllok, zhurmë, muzikë, kjo nuk është vendi për ju. Po ja u them kështu me të qeshur, por dua që t'ju jap realisht tipset e duhura që të zgjidhni vendin e duhur këtu. Që ju tregoj pak vendet për t'u vizituar. Këtu ishim, këtu ja u tregova, ndërkohë dhe këtu kemi qenë, por nuk vizituam këto tempujt që ju tregova dhe këto. Kështu që po të flini dhe 3 net këtu, keni çfarë të bëni. Nëse keni më shumë se një javë që të kaloni në Malta, realisht ka shumë gjëra për të bërë, për të parë, përveç se plazheve, qyteteve, bukurive natyrore, ka realisht shumë aktivitete. Sa po hypëm tek kjo anijet janë të vogla, ndërkohë morëm informacion sepse kishte një ferry që shkonte drejt për drejt në Sliema, aty ku do qëndrojmë 2 netët e fundit këtu në Malta, dhe besoj që do kthehemi ta marrim atë, dhe kishte një në orën 1, në orën 3 dhe në orën 5, dhe po mendojmë të marrim atë të orës 3. Ja ku janë dhe biletat që morëm, vajtje ardhje 15 euro, nga mbrapa keni dhe nisjet nga këtu, dhe këtu kthimet, dhe këto me yll janë dhe cave trip.
Situata që ka hekur tha që ka siksa mil s'kam ndërmend. Sepse është ora 10:30 dhe njerëz është mirë që të vini herët. Trageti I parë nga Gozo këtu është në orën 8 mëngjesit, nëse keni mundësi. Hajdeni në orën 8 mëngjesit se do e keni vetëm për ju. Dhe imagjino, besoj se edhe pak do vinë akoma dhe më shumë, se do vinë ato nga Malta që janë zgju nga parti. Snaku 10 euro, margarita dhe 3 euro. Okej. Po, duke se erdhi tragetin, se do ikim, vendosëm të ikim pak më shpejt, është ora 11, është ora 1, që në mënyrë që të marrim tragetin tjetër për në Sliema, sepse gjetëm një traget direkt për Sliema. Po ikim se është shumë kaotike, shumë turista, le të themi që erdhe me hoqe me rakun, por kemi parë vende sigurisht pak më relaksuese dhe nga ato që na pëlqejnë më shumë. Jo se Blue Lagoon nuk është e bukur, është shumë e bukur, por siç thashë një herë, orari më I mirë të vinin në 8 me tragetin e parë nga Gozo dhe të ktheheni në orën 10. Kaq, më shumë mos u mundoni. Një gjë që është shumë e mirë është se të gjithë varkat janë të organizuara me destinacione dhe ngjyra. Aty në fund është një shpellë ku kalon direkt në Blue Lagoon dhe ishin aty në mes disa njerëz duke bërë snorkeling, por ishin shumë afër anijeve dhe mendoj që do të kem pak kujdes se nuk I dihet. Sapo ndodhi dhe në Maldive ajo gjëja, aty nuk është se po bëni snorkeling, po bëni diving, por që never mind. Gjithmonë duhet patur kujdes, gjithmonë. Pavarësisht se sa dim, se sa trajnim kemi e kështu me radhë. Sa po m'la, djali që të bëj videon këtu përpara. Batolino dhe ja ku jemi. Jemi shumë afër shpellave që ndodhen këtu në pjesën tjetër të Kominës dhe shohim gjithashtu edhe kështjellën. Pamjet janë shumë bukura. Dhe tani do na ndalojnë tek Crystal Lagoon quhet dhe që ka shumë e bukur. Sepse shif keni disa pika interesante, madje kush ka marrë dhe varg me qera e shion akoma dhe më shumë. Këtu ka shumë katamaran që kanë dalë dhe gjithashtu edhe ture pak më impenjative jo si kryoni. Dhe fati on sa po zbritëm, arritëm ta kapim
Është në orën 1 qerek për Sliema, Bato nuk paguan, fëmijët deri në 3 vjeç nuk paguan, nësa kuptova. Nuk e di në çdo gjë, po deri tani s'kemi paguar faktikisht për Baton. Ne paguam 17 euro të dy, 8,50 euro dhe do jetë vetëm një ndalesë dhe pastaj ndalesa e fundit do jetë në Sliema. Kështu që në fund gjetëm një alternativë shumë të mirë nga këtu për shkuar direkt në Sliema. I thash Hekrit është hera e parë që jemi kaq zhul nga plazh. Mu duk vetja si në ato ekskursionet e gjimnazit që shkon atje llaç pluq në përvënde. Po, këto që ishin vjetra për ruajmë, kam blerë deri 6 muaj kur të kthehemi prap. Dhe si s'po ju thoja, do me thënë, jemi aq zhul, me rër. Batus ju tha kostumi i rrugës, po shtrova diçka dhe pastaj do ta ndrojmë, se kisha faktikisht gjëra për ta ndruar, por e zure gjumin krah duke pritur avionin, tragedin, ja dhe Hekri po shikon diçka tjetër për oraret. Dhe kështu, udhëtimi zgjat 1 orë e 1 qerek. Ania nuk është aq e madhe sa ajo që erdhëm nga Melia, por që shpresoj që mos të ndihet shumë gjithë rruga, sepse ajo do t'ju trejshë shumë komode, që është e vërteta. Këto janë anije high speed dhe që ka shumë shrez brenda, do kisha preferuar të qëndroja sipër po me karrocë dhe Baton që po flen gjumë është pak e vështirë. Sa po më duke ka shenja këtu, në ca raste duket, në ca raste s'duket fare, nisi se tem tjetër kjo. Këto napat që i ka Bato që kur ka qenë beb, kanë qenë shpëtim, janë shumë të mira dhe janë perfekte dhe për udhëtim. Tani Hekri do na shkojt na eksploroj pak vendin. Ka shumë fiksim të eksploroj vendin, shohi sidomos sa ka bare gjëra. Kishte aq shumë njerëz në Blue Lagoon, sa edhe atje ku kishim lënë në një cep që kisha lënë këto çanta gjërat, na hedhin rër njerëzit kur ndroheshin ose donin. Dhe i thash Hekrit nuk një zhull si këtë herë, nuk kam parë, se zakonisht çdo herë kishim gjërat e pastër pavarësisht se shkonim plazh e kështu me radhë. Këtë herë kështu jemi për t'u larë nga kokat e këmbët literalisht. Dhe jam i që erdhëm tek ndalesa e fundit për këto udhëtim Malta në Sliema. Finally pak ngrohtë se tham, shqyr që kisha vesh Baton, se këtu ja neve se thash jashta, po thanim shumë keq, shumë keq. Kështu që mos harroni të lëni ndonjë hudi me vete, sidomos për udhëtimet në anije, se ndryshe po su smurëm sot, nuk e dia do smurëm ndonjëherë. Tani Hekri po vendos pak Mepsin, jemi këtu afër 3 minuta, sepse këtu e kam zgjedhur në një pikë strategjike në mënyrë që të jemi afër të lëvizim kudo në këmbë. Ja, 200 metra thot Hekri është, shoh ca gjëra interesante nga larg. Ka dyqane, është më shumë si qytet, ka trafik, ka ndërtime. Edhe i thash Hekrit, a kthehemi në gozë prapë sa Hekri direkt. Mirë. Tani po nisemi drejt apartamentit, këtu kam marrë një apartament. Kishte edhe dhoma dhe apartament, po zgjodha apartamentin që t'ishim pak më rehat. Shkoj ora 3, sepse kodet që na kanë dhënë për të hyrë në këtë godinë dhe në apartament aktivizon në orën 3 mbasdite, sepse check-in-i bëhet në orën 3. Dhe faktikisht e thosht aty që mos hajeni parë sepse nuk do gjeni Chelsea-n e kështu me radhë. Dhe Hekri shkoj të blej do një gjë për të ngrënë, se si përfundim nuk e ngrëm asgjë me vrap nga njëra anijen tjetër, që mos ta humnim dhe të vinim këtu. Por edhe 10 minuta mund të futemi, që të lahemi, të bëhemi gati dhe pastaj ta shohim këtë si qytet vibe. Jemi mund në mes të rrugave, të shopping, të dyqaneve, ka çdo gjë, realisht çdo gjë. Dhe është fiksi, thash Hekrit për të ndryuar pak edhe atmosferët që kemi qenë në Melia, në Gozo dhe tani këtu. Ja fundodhet edhe valixhet tona, edhe godina. Ascensori shumë i vogël, kështu që unë gjit para Hekri
Dhe do shohim nëse hyn karroca, nëse jo do duhet ta marrim krabatën, ta lëm këtu poshtë karrocën, dhe pse jemi vetëm katin e parë. Mezi po pres të bëj një dush, ta heq këtë rërën, pluhurin, lodhjen, se u lodhën pak, them drejtën. Unë që them, pasi kam mbredh që jam lodh pak. Hajde, për hajër. Okej, hapa pak perdet, sepse ishte errësirë komplet. Aroma, pastërtia, 10 vjetat, shumë pastër. Këtu është një si tip vendi ku të punohet, ato që vazhdojnë flen. Janë të gjitha gjërat e nevojshme, edhe pse ne nuk do na duhet, salloni. Ja dhe Hekri që po shikon banjon, kjo është dhoma e gjumit. Ka një pasqyrë, shumë cute. Dhe kjo është banjoja, pas kemi dhe një garderob. Dhe këtu qeka banjo. Shumë këtu fus kemi valigjet. Këtu qeka pamja, edhe pse këtu me tela, pamja rrugës direkt. Hapësira që ka realisht shumë e madhe, ja dhe një komon. Jo, po pas kemi dhe dhom zhveshje. Kështu garderob, se thash dhom zhveshje, pas ka kafi. Okej, super. Për 2 net këtu kam paguar 260 euro, pra 130 euro nata, ndërsa në Gozo kam paguar 230, pra 115 euro nata, por aty ishte mëngjes. Këtu zakonisht ishte pa mëngjes, sepse ka shumë bare afër me zgjedhje opsione të shumta. Mbas një refreshi të nevojshëm, u lam shpejt dhe dolëm. Po doja t'ju tregoja, shikoj sa cute ishte ky vendi që bënte pije akullore, çdo gjë pa sheqer. Dhe thash, sepse gjithmonë problemi është kur do të bësh diçka dhe nuk do të konsumosh sheqer, nuk ka asgjë, o merr një çaj, o merr një kafe, po unë nuk para pi shpesh kafe, e dini. Ose përfundon, pastaj merr kola zero, siç marr unë dhe no good. Kurse aty ishte çdo gjë kështu. Dhe shumë interesante. Tani po dalim, më ora 4:30, por nuk është vap, është një fresk i lezetshëm. Me zor kemi lar baton, është i fiksuar, nuk do të lahet. Ka fillu bën probleme me këtë gjë, ndoshta ju kam thënë, por kishat janë realisht shumë bukura në Malta, më kanë surprizuar. Gjithashtu, këtu duket ushqimi më mirë. Ja prindrit jashtë bashkë. Ja dhe t'i gjepën ato më dorë. Erdhëm tek një viewpoint ku shihet Valeta dhe pamja është shumë e bukur. Shikojeni këtu. Ndërkohë në sfond dëgohet Beach Clubi që unë dhe Hekri nga larg morëm pjesë. Gjitur me këtë viewpointin ndodhet një qendër tregtare dhe menduam të vim një herë se Batos është fiksuar me një monster truck që ka parë dhe çdo ditë na e përmend ka 2 ditë. Ku është kjo? Aty gjen foto, babi? Ku është miza? Cila është kjo miza? Bravo! Po Snelli, ku është Snelli? Bravo! Vendosëm të lemi pak, se po ndjeshim të lodhur. Dhe ullëm këtu brënda dhe qëlluam brënda. Tek
që t'i sheshi nga pjesa qendrore dhe qëlluam që ulëm te Ladyre që bën makaron. Dhe mora 2 makarons, një roze dhe një almond që t'i provoj dhe bato. Dhe sigurisht nuk i la as që të qëndroj në tavolinë se tani po i provon të dy. Buono, Kuka. Cookies bati dhot Kuka. Dhe kështu thjesht ulëm pushim pak edhe të sposojmë në ndonjë vend tjetër. Se sigurisht këtu vetëm për ndonjë ëmbëlsirë